ekstravagante. Prajmja prajmë ti edhe kur ti kesh mballë, unë s'do pres se ti mballët veshën, ku ti u zbulohesh. Kupton? Dëgjoj tani, pyetja ime. Është karakter shumë i fortë. Ty të tërheq shumë nga ana karakteriale. Është fani. I ka gjitha ngjyrat, por ka paqëndrueshmëri në karakter. Çka ka? Paqëndrueshmëri. Domethënë ty të ka bërë shumë për vete, por shumë e paqëndrueshme. Si sillesh ti? Varet për çfarë? Hajde Senaldo. Varet për çfarë? Njeri perfekt nuk ka. Po pra, po si sillesh? Domethënë mund ta superosh? Po varet pra ku e ka defekt në karakter, varet ku përplasen. Jo, mos ka defekt në karakter, shumë ke po shumë e paqëndrueshme. Domethënë një moment ka kështu dyzime, ka probleme tipi bipolare. Tip, se bipolariteti. Dëgjoj, bipolariteti është smundje, po them tip. Lunatike, pra, lunatike ndryshime, se bipolare është. Tamam, llafe grash, tamam. Po prandaj pra thashë kemi futur atë on tuaj 100 gram. Një femër të paqëndrueshme. Ja, është bravo. Për shembull, kesi, çfarë dash të ofensa, po ti e me shkruaj që unë jetën time nuk do e konsideroja kur. Sepse ke një kishu ekstravagante. Partneri im do të jetë pak edhe i butë. Sa mash të tjetë do të ketë një anë të ti të butë. Për shembull, edhe kjo që bëre tani, që thujo vllai duk kështu dhe pik, për mua është viza, absolutisht jo, se nuk mundesh ti thosh i femër, kështu është edhe pik. Prandaj po them që jashtë në jetën time një djalë si punoj auto unë s'do e kisha varë kur. Këto qasi që më ketë dhënë këtu. Jo, po çfarë qasi, po këtu është tjetër. Se i bën gjëra shumë absolute. Të duke je ti edhe jemi ne pastaj, e kupton? Po pra, s'pëlqen, kaq. Ciao. Por ky skenari të ka shkruar vetëm. Si e shkruan? Ai tha, pse jep ti shpjegim? Thuaj unë kshu e du femrën time edhe pik. Kupton? S'pëlqen. Prandaj mirë, ik vjen mikrofonin pastaj të fol. Kesi. Je rregull, Rregull jam, ke kënaqur dhe përgjigjet, bravo. Inshallah i gjen në Zot